Një pyetje i nderuar Hoxh, shenja se atë don Zoti. Shenja se atë don Zoti është sa ta mundësoni madhi Zot që ti jesh prej atyre që e duan atë. Ti jesh prej atyre që i binden atij, ti jesh prej atyre që e adhurojnë atë. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allahu u ka bërë të dashur tek ju besimin, wa zayyanahu fi qulubikum, dhe u ka zbukuruar atë në zemrat tuaja. Ashtu siç u ka bërë të urryer mosbesimin, shturjen dhe mosbindjen. Pra shenja që tregon se Zoti i gjithësisë të don ty, është të ta mundësoj ta duash Allahun e lartësuar, të ta mundësoj ta adhurosh atë, të ta mundësoj t'i bindesh atij. Allahu i lartësuar, pra shenjat që tregojnë se me të vërtet ai të don ty, është të ta mundësoj ta urresh mohimin, ta urresh shirkun, idhujtarin, ta urresh shturjen, ta urresh mosbindjen ndaj të Madhit Zot. To janë shenja treguese që Zoti i gjithësisë të don dhe të ka përzgjedh ty si njeri pranë mesin e robërve të tij. E lutim Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që e duam Allahun e lartësuar. I bindemi atij, e adhurojmë atë, i zbatojmë urdhrat e tij.